Mosh një. Sepse mosha kalon pak më thënë nuk regjistron shumë truni. Ato ngelen të gdhendura. Tamam thotë si me skalit gurin. A hiqet maja e gurit? Si hiqet ma. Edhe kjo është fazë shumë e rëndësishme. Imam Aliu Allah me shirov ka thonë, punoni me fëmijët e juaj për një kohë që ju s'do t'jeni më me ta. Dhe më thonë, kur ne kemi kalu për kësa jete, po të kemi lanë diçka për mbrapa. Të kemi lanë fëmijët hajrit për mbrapa. Kjo ka rëndësi të madhe për ne. Nuk mund të llogaritet me mendjen njerëzore. Pra, ato që do të lësh për mbrapa. Ne kemi një lutje të jashtëzakonshme në Kur'an, që për herë të parë me këtë lutje është lutja Ibrahimi a.s. Ai tha: Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. O Zoti im, tha, mbëj mua nga ata që fal namaz. Po tha, bëj edhe prej pasardhësve të mi që të falin namaz. Rabbana wa taqabbal du'a. Me të vërtetë ti, o Zoti im, tha, e pranon duan. Madhështore. Çdo njëri prej jush që është kryetar familje, djalë, vajzë, këta jetë duhet ta mësoj sepse është lutje. Edhe ti lutesh, o Zot, mbëj mua nga ata që falen, po mbëj edhe këta që do vënë mas meje. Se s'ka djalë, vajzë, më të hajrit se sa ata që falen. Ai nuk tha që, o Zot, mi begatothe, mi jep pasuri, tha pasardhësit mi. 5 male me flani. Nuk tha kështu. Po tha, mi bëj nga ata që falen, që ta adhurojnë ty, o Zot. Dhe ne i kemi shqyqyr Zotit, ne i ka dhënë Zotit fëmijë, djem, vajza. Dhe gjëja më e mirë që mund t'i japim për momentin është edukata e mirë. Edukata e mirë do të thotë që ai mos sjell si rob. Pra mos sjell si rob do të thotë kur baba ose nona të porosit diçka, ti mos përtasësh se kafshë vërtet. Po me zot but, urdhna si urdhna. Dvet me shprehi, këto do të jenë për djalin dhe për vajzën. Urdhra si urdhra. Ti përgjigjen dhe të kujdesen, ama ti duhet t'ja japësh atyre këtë edukat. Pa pas pa të gjanë për vete, s'ke që t'japsh. Pse tha Allahu Gjelle Gjelaluhu? Ka thonë, është i dështuar, tha, në ditën e gjykimit për 2 variante, edhe për vetën e vetë se e humi, po është i dështuar, tha, se ka humat në familje. Pas pa dhe edukat për vetën, nuk e që t'i japësh tjerëve. Ne në vend të fëmijë për Ramazan, që jenë jashtë kalibrit njerëzor. Nuk e di se si punojnë ato mësuesit atje, Zoti i bekovë. Nuk e di se si i majnë në për klasa. Duke shatë, duke rrafë mësuesin ato. Këtu, dhe më thënë, imi mundu me shumë siklet. Po se ti se kujti përkasin që rrasë njerëzore. Dhe kur jemi këtu ke fëmijët, Allahu Gjellishleru thot i pjese, do të jepen fëmijët për sprovë, për hallë, për të lashë. Pra, grupi parë thot, o Zot, mi jep fëmijë, po mi bëj nga ata që të falin namaz. Grupi dytë thot, o Zot, ma merr fëmijën teme. Dhe për të këqije që ai ka punu, e kanë tërpnuar prindin. Unë kam punë me prindin. Se prindi, kur i ka linda i fëmija, o tërbu, kështu, mos u tërbu. Bon u rëbë, thoi falem nërë të Zotë. Se nuk rapë një qëllë, kështu. Po të dha Zotë. Po në një jetë tjetër të Kur'anit, Allahu Gjellishleru thot, el malu vel benune vezinetul hajatit dënja. Kujdes, thot i më dhe Zotë. Se ka shumë mundësi, thot, që fëmijë, falin, pasurin dhe fëmijët, do t'i keni për azab, për siklet. Në ditë të thërë policia. Sa fëmijë mund t'jenë në përburgje? Prej nonave të kanë linë, e prej babave. Sa fëmijë mund t'jenë? Po themi 5.000.
E 5.000 janë edhe këto prindër që në këto duhet përgozën. Se 99% këta janë shkaku që e kanë shumë ati. Të i sigurut mirë dhe materiale. Për fëmijë mërhosh. Zbadh vetë, ati sa më shumë, ma qëtrejtët. Atje. Edhe këta dohën shumë atje. Sepse e ke marë si pasuri dynjaje, si zotësi, bile jam maj zotë si filanit i s'ka hiq. Mu mi ka dhonë, krenon, kam kajt djeli, kajt vajza, i lagjen vetje, po, Allahut ka bon lagjen vetje. Po jo me zonë dyrë të burgjeve të atje. A ke punu pra me të fëmi? Pse të shkojnë atje? Pse nuk i mësova kur qenë të vegjil atje? Pra mund t'jenë me 1.000, me 10.000. Pra fillimisht rregulli është baban me arrestu këti, me dënu. Nanën me dënu. Këti që ka shku karati. Ku ishi ju? Pse flejti gjumë? Qërë edukate i dhe? A ke gjumë për vetët i herë edukat? Se pas patë gjumë për vetët, s'ke që jepë ti? Ku ishi ti? Po më tërgon njani prej vlezëve tonë, të zotje Bekovti, shallë i ka rreth fëmijët e vetë, të shenë martu me gra, me kalamajt gjithë. Më vetë djali vonë.